edhe në praktik. Nuk mund të llogarisim. Dhe diskutimi ishte që këto surpriza na i ka ofruar shpesh neve produksioni. Edhe kemi shembullin e vitit kaluar që e mori një person që nuk e donte publiku që ta merrte, po ja që e mori. Edhe në këtë kontekst u hap diskutimi që mos është më mirë të mos na duket çudi edhe që t'ja japin lajërtit. Kjo ishte diskutimi. Votoni, shko atje ke zëvendëso Ledioni. Shiko, lufta më e madhe vjet ka qenë midis Eglës dhe Romeo, se kupton? Kështu që jo bre, jo, është e njëjta situatë, nuk ka situatë ma copy-paste e vitin e kaluar. E ki dhe me thoni Rozana Radi, që dush me përkthy Egla Ceno, e kini Jul Deda që mundosh me përkthy lirisht si Lart Vasili, edhe njëjti profile njëjta, edhe kini Romeo që mundosh me përkthy si Gjeste. Inshallah nuk përsëritet formula njëjtë. Mos e merr një copy-paste njëjtë 100%, se nuk është kjo 100%, po paraforsisht profile të ngjashme. Romeo djali simpatik, Abdeni dashtun shmeker, njëjtë si Gjesti, Egla, Rozana, Pesha. Mos e krahaso tani Romeon me Gjesti. Nuk bëjnë krahasime se Romeo nuk ishte lojtar, po e thotë në mënyrë figurative po flas me pas idenë për çka po flas publiku. Domethënë edhe ki pas një Juldeda që është i Lajerti. Lajerti domethënë është i sofistikum, Juldeda. Po si Juldeda si Lajerti, të lutem, mos i bëj këto krahasime. O artist lëk. Tasora e kam kuptuar çka po flasim po. Çik vitet e kaluara. Të lutem, kam mundësi. Po me artin vrem të ridhë ka vallatoras, po kanë element sot. Unë vi lidhi me artin, çka dallon Juldeda me Lart Vasilin? Dy aktor, njëri aktor shumë i mirë, babën super aktor, një histori shumë të fortë, nuk e fitoi. Lajerti e ka mamin ushtarake. Ç'a lidhje ka? Saga pau, Lajerti. Saga pau. Në art besoj unë të paktën në teatr Lajerti është shumë më i përgatitur se Juldeda, s'ka të bëj fare. Absolut, o balu, pe marr veç për peshën e emrit, çado po flas Juli në atë kohë shumë emër. Analiza artistike tani se si jemi kritik arti. Çfarë po do me bodasor? Veç kallzona çfarë po don ti me bona apo bëjmë? Cila linja që do me ndjek? Unë as me fol me logjik, morti, a ke? Po ja unë po flas me logjik. Dhe gjëm gjapo të këmë Sara. Tu fut ty dyshimi apo krymi që mund ta marri Lajerti mas asaj që peder të O jo, së mu fotu se a thash në herë që mund e fiton Lajerti, nuk e thash bërpi, mos në gjërë fjallë figuaj se si kam thonë vetëm unë. E ka thonë Leon. Qeshtë t'ju. Po bëm pyetjem. O quna, po mos u allakat një më quna kështu se... Na tranove da Sara. Nuk e kupton Big Brother, sinqerisht. Sinqerisht e kupton Bigon. Okej, nuk ka jam këtu të tregosh të kuptoj Në fillim fare O Mandi, më dëgjoj. Në fillim kur hym në live ishte ora e 45 minuta, nuk ishte filluar Prime-i.